Po du me shfrytzu rastin me të pyet edhe për gjëra tjera, e pak po më intereson ma se jetu edhe në Zvicër edhe atje po performon me muzikën. Trego mas pari çu që ki gjetë kur ke shku atje, se je kon shumë aktiv në Kosovë me muzikën, çu që ki gjetë, edhe sot ku jemi dallimi me Evropë edhe Kosovë sa i përket muzikës, çka dëgjojnë, çka përcjellin, çush janë organizimet e ndeja të krejt. Me të drejtën unë kur kom ardhur në Rinora 4 dhe kur kom ardhur në Zvicër, njerëzit më kanë njoft në Kosovë, Zvicër nuk më kanë njoft njëri gjallë. Inkluzivi ki edhe këta diasporës, muj me thonë se atër, ne kemi pas rrjete sociale dhe sene, edhe kom fillu me bo një lloj build-up prej fillimit. Se djatë kujtohet, e pa ta bo kanga e parë që kom bo ka qenë Baresha me K-Master. E pa të më transmitu që të diçka u konë elektronike, atë ko u konë si Tallavajën, edhe pa të më shtinë si Bareshën, Tallava, elektronike edhe pa të dhejës ka gjallë. Ka qenë shumë interesant ajo. Mas asaj pa qenë diçka me çiftelie pa ta bo një kongë, vesh fakt. Po, Fred Prizreni, atë remixin e kom bo. E di që po, që ajo ka qenë. Mas nej patëm kalu në bashkëpunim me Gjentën, ku filloj me ekspanzumet madhe, mas nej fillu njerëzit me po kush o dallull, çka bën, çfarë lloj muzike. Ata njerëz që kanë qenë të klubeve dhe klaberat e kanë ditë, po publiku i gjon edhe ma i fill nuk ka pas lidhje kush o ky njeri ose çka bën ose. Po, se më me thonë edhe nuk ka pas popularitet çast madh DJ sikur ka filluar sot me pas. Çata dirështa me thonë që e ka një prej DJ-ve i cili ka filluar veç me pas bashkëpunime me këngëtare, me remixa të ndryshme që i ki punuar, që i ki realizuar këngë. Edhe shumë qka tjetër. Edhe ta të tregu Zvicran, se na tregove që hiq ma larkë se mramë ose para disa ditë dhe sa kuptova e konë me një mramje. Kështu që, ka kilëshu muzikë për Zvicran, jashta, dhe më thonë, tregut shqiptar, që është atje? Jashta tregut shqiptar, më ka ra me lëshu, jo shumë, se më te për i aktivizum, në këtë rast kom qenë edhe me Ardionin, e kom përcjellë Ardian Bujupin, e përcjellë edhe prap në për Dëneja. Po, me Ardionin më ka ronë shumë, ne me lëshu që i kanë qenë ndërkombëtare, se Ardionin ka qenë në për shumë klubet gjermanve, edhe ka qenë shumë interesant. Është një provojë e ndryshme, po ne prap thëm, na shqiptar pak e kemi adrenalinën, muj me thonë që jena pak crazy party makers. Jena gjallë, spiritori. Jena trend, kur dina me dhejz atmosferën. Po mund të edhe në erë më konë krejt gabim që kitë këthejnë edhe të këtynë edhe që ka të deshë me busë. Ko ka shkënë, a? Po kuptan, ko ka shkënë që ka të me bu. Edhe mas e ti dush me ndryshu krejt komplet ato që ja ki me ndu, ose dush me dorëzu me thonë, une nuk jam më përqit ne, po të rjekna, edhe nuk bëj. Po që kështë të thonë, të këto, po, që ajo është qëllimi pëse kom fillu prap me muzikë, mo inkuadru pak ma tepër ndërkombëtarisht. Se këto shqip me të gudejtën, kam qenë, i kom bo, nuk e di, a kam adrenalinë hala për me bo, kam qef me qene për do vene shumë ekskluzive, ato pa tjetër që e akseptoj dhe pranaj, po ma shumë jëm i unt për diçka, me thonë, gjysëm ndërkombëtare.